Tani jemi bërë gati, jam tek motra në fakt, tashën sorry motra sa po zbresim, dhe të ikim nga shtëpia e Ivit. Na ka ftuar Vjera për treg tani. Ne dy pëllumbat kemi dalë edhe do ikim vetëm ne të dy. Se si më duhet e kam vënë të ripën e sigur jemi këtu poshtën. Një pëllumë dhe i sorë. Jo dhe unë dhe i sorë. Kush Zora? Do dalim kështu si qift që jemi, si po më duket sot, i kemi lënë fëmijët tek mami im, se o të mami im ose të mami imit, po mami im është më e hasur me fëmijë. Është më fit, ka dhe eksperiencë 7 fëmijëre. Kurse të familje imit, ne jemi fëmijët e parë, do të thënë fëmijëtarja e fëmijët e parë. Ne, se që duhe ju pema familjare, po që konkluzioni maestro, po dalim dhe po ikim në Vlorë, aty ku kemi nisi gjithçka, ku kemi vazhduar njohjen tonë se ne jemi parë atje. Ke për të thënë ndonjë gjë? U plan? Për të thënë që ne zima pres të kthehemi. Shiko, ne kur i lëm fëmijët kështu, nga që jemi të dy shumë të fiksuar, edhe kemi mendjen aty non stop, por që shkonte babi im te shtëpia për përforcim, edhe nuk kemi merak, tani zgjatur dita, ata janë Terezi, po nuk funksionoi, tha mami të futi një telefon, se ç'a do bëjmë, halvo vetë është edhe kjo punë. Por që ne do shkojmë të... Në fakt, plani ishte që të hanim një drek, të kënaqeshim, por unë isha nga Vjera, si që ju thash më parë që do shkoj nga Vjera, apo si thash, ju thash po. Edhe Vjera ime kishte bërë gjërat e mia, këtë diellin atë vend. Kishte bërë gjërat e mia të preferuara, normalisht se më pyet paraprakisht dhe unë kisha qëndruar që në orën 10 para dite, pa ngrënë që të haja ato. Edhe e keni parasysh vetë ju kur qëndronte pa ngrënë, pastaj dhe ha 10 fishin, i futëm dhe një panetone në fund dhe një kafe, edhe tani nuk, jo që s'na hahet, po s'duam të shohim as ushqim me sy. Edhe kështu që tham, okej, po shkojmë për koktejl, se Ivi kishte menduar gjëra të bukura në fakt për një drek etj, por që nuk. Do t'i realizojmë nesër ato. Nesër dita e fundit. Do vini prapë me vete. Samet. Samet e gi. Do vini dhe nesër. Kështu, ne do shkonim, Ivi në fakt do visheshim të dy meqi me këmish, po na shkonte vonë. Po kursyer ko? Po, ishte ta kaloni me njëri tjetrin. Po, la me bluzën e gjumit. Ja, s'është e gjumit. Është t-shirt që e veshëm për ditëshmëri. Nëse, ikëm tani dhe shihemi pak më vonë, do ju marrim me vete, siç ju tham. Mos lëvizni nga ekrani. Rinjë të mbërthyen mbas ekranit. Tën. Ua, ty kaloj. Shi qa tipja për kaq, se igoj, kaq e kishte. Qa tipa është janë. Aje dhe një. Baruam, u knaqëm. Qa ka jetë? Limite. Tani do ikim në shtëpitë e Kolopuçat, edhe pse babi shkruajti që ata janë shumë në rregull, po ne pim nga një koktejl të dy, pam perëndimin e diellit, vëmë në ndonjë foto të bukur, dhe tani do ikim. Qerdi! Qeta. Drupi. Shemre ju. Mirë mëngjes. Unë po bëja një video tani për në Instagram, besoj do ta hedh edhe në YouTube ose e kam hedhur atë te këto shorcat. Sot është dita e para fundit para se ne të ikim, edhe jemi kështu si në kaos duke bërë këto gjërat, që edhe mua më ka ngelur veç të takoj dhe pak gjyshen para se të nisemi, sepse takoj gjithmonë se herë që vi në Shqipëri.
Edhe kështu, tani ka ardhur motra këtu me mbesat, ishim dolën pak në mëngjes, bëm analizat, bani mend që u thash herën e kaluar që do të bënim analizat, i bëm në fund analizat, edhe vetëm Kai nuk i bëri sepse qante nuk donte aty, nuk pranonte për asnjë arsye në botë. Oki u fut kështu e para, e bëri, qau pak, miki 0 sepse ajo goca i mori këtu, edhe gënjue me telefon, e normalisht u gënjue nga telefoni. Edhe pastaj kishte dorën shumë të lehtë dhe nuk i dhëmbi fare, i morëm dhe përgjigjet, dolën, të gjitha ishin mirë, okay. Bëm dhe vitaminën D, duke t'ju thash herën e kaluar që do t'i bëjmë, ato dolën mikit doli pak e ulët, kështu që do t'i japim vitaminë D. Është shumë e rëndësishme ta bëni vitaminën D, paktën mendoj unë për mendimin tim. Bëm edhe të gjitha këto gjak komplet, kështu gjërash, edhe bëri dhe Ivi për veten e tij, dolën gjitha shumë mirë, edhe fëmijëve. Me Okin duhet kemi pak kujdes me që të haj pak mishin e kuq, sepse ka tendencën për t'i krijuar në një anë e lehtë. Por që këto ishin në përgjithësi dolën mirë shqyr, edhe hemoglobinën e kishin mirë fëmijët. Po, ishte çik si anksiose kjo, se unë sa herë që bëjmë analiza, sidoqoftë, gjithmonë kam atë stresin, por që dolën mirë. Kështu, ne jemi si që thash tek mami im, do bëj gati valigjet, sepse nesër do të nisemi, unë në mëngjes para se të nisemi do shkoj të bëj një zbardhim profesional tek një klinikë dentare, do t'ja lë këtu vendin ku do të shkoj, do ta shihni edhe në Instagram, besoj. Dhe pastaj në shtëpi në Gjermani, sepse disi jemi kështu full me gjëra për të bërë, edhe kishim dhe këto aplikime për pasaportat që të dilnin këto pasaporta gjermane, sepse ne u nisëm direkt, sa doli ajo 2 ditë, 3 ditë para, domethënë. U nisëm direkt dhe nuk kishim kohë, jo 3 ditë, 5 ditë para doli para se të niseshim ne, kështu që nuk i aplikonim dot në kohë ato se s'kishte termine, kështu që në 1 shkojmë në Gjermani, në 2 duhet të bëjmë aplikimet për pasaportën sepse kemi lënë takim. Edhe kështu. Por që u kënaqem shumë, ja kaluam shumë bukur kaos kudo, po prap kënaqemi se jemi mësuar me këtë kaosin, se jemi dhe shumë fëmijë. Dhe çdo gjë është okay. Edhe shqyr do t'i gjetëm gjithë mirë, do t'i lëmë gjithë mirë, kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Dhe në na përkëdhelin kështu të gjithë, domethënë bëhen gjithë na rinte koka për çdo gjë, edhe unë që ri këtu tek prindrit e mi të llastojnë sikur jam bebe vogël, jo vetëm fëmijët, po dhe mua. Edhe ne, siç u thash, dolëm dje, u kënaqëm, pastaj erdhëm në shtëpi, miki kishte pak kollo, volli, pastaj nga kolla e shumë, pastaj e zuri gjumi dhe kafjet si qingj, të paktën gjysmë së keqes. Kështu, ju kalova nga një muhabet në tjetrin, por kështu është ku ke shumë gjëra për të thënë. Gjithsesi ika, se më duket po zihen ata ndej. Tani do ham drekën, më pas mund të shkojmë ka gjyshja ime, prap nga shtëpia e Ivit, edhe pastaj do flemqum. Flemqum kaq. Hajde. Ku do bësh? Shko në flokët. Kemi ardhur tani te gjyshja ime. Sa kujtime kam, unë jam rritur këtu praktikisht, se nuk jetoja këtu te gjyshrit, po vinim shumë shpesh, rrinim me ditë të tëra na mbante gjyshja. Zot, kam shumë nostalgji, e adhuroj praktikisht këtë vend, se lidhet drejt për drejt me fëmijërinë time të lumtur. Të luajmë deri në orën 9-10 në darkë. Edhe futeshim pastaj brenda. Ai, dua të qaj. Herë që vi këtu më vjen për të qarë. Edhe kur iki më vjen përsëri për të qarë. Stroj! Ja, të është problemi. Go! Faleminderit. Jesh mami skuq çik. Çfarë kam unë këtu brenda, më ka ardhur një pako tani nga shia e fshatit. Edhe një super vajzë e mirë që ka gjitha këto produkte bio të fshatit, më ka dërguar 500 gjëra, domethënë nuk e di se sa falendëruese jam, se sa vajzë fantastike, dhe ruajti fiks një ditë para se unë të nisesha, në mënyrë që të ishin gjitha të freskëta. Shikoni çfarë ka këtu. Nga këto palët e fikut quhen këto, të thata, këtu s'kam shumë ndriçim të mirë, po nejse. Ky këtu është djath. Nuk e di çfarë djathi është, sepse nuk mi tha, mi la gjitha kështu surprizë. Çfarë bëri ekstra për mua, sepse normalisht nuk mund ta marr me vete, por do ta gatuajmë sot këtë zogun e fshatit, shafran. Të gjithë e dim se sa i mirë është dhe sa kushton, edhe me zor e gjen. Pastaj më ka bërë këtu, besoj këto janë speca ose nuk jam shumë e sigurt për këto të dyja, se nuk i dalloj dot mirë këtu, por që janë fantastike. Lajfi, ullinj këtu, edhe Rob, ma je pak të jeta? Gliko, apo liko si quhet, gliko më duket.
edhe mjalt. Kjo nuk e di çfarë, duhet të jenë 2 glikotë të ndryshme se nuk mi tha. Pastaj kjo është sallat, kështu lakër besoj, edhe këtu është mjalti. Edhe super të mira, e falenderoj nga zemra se ka menduar për mua që kur isha në Gjermani dhe më tha që kur të vish do të kam bërë gati disa gjëra dhe jam shumë mirënjohëse sepse ka pafund. Edhe sidomos gjëra fshati që ne gjorët vdesim. Është nga shija e fshatit, të ju lë këtu foton dhe të shkoni të gjithë të bëni porosi dhe ju që jeni në Shqipëri dhe keni nevojë për gjëra bio, I keni super aty. Jam shumë e lumtur dhe I marr gjitha me vete normalisht sepse unë I vdes për gjërat e fshatit, sepse ku ka më mirë se gjërat bio, është diçka që mungon në ditët e sotme, kështu që kemi këtu. Poi. Pra, ndaj më në fund. Mirë mëngjes, nga dita e fundit këtu në Shqipëri, dallot që është dita e fundit që janë si të fryrë nga të qartë. Por që po do ikim, para se t'ikim si që thash dhe dje do të shkoj të bëj një zbardhim profesional të Beshaj Dental, do t'ja lë këtu, edhe do t'a shihni dhe ju rezultatin më pas, por që po, do ikim tani, kaluam ditë shumë të bukura, shumë intensive, u kënaqëm shumë, me gjitha fëmijët u kënaqëm pafund. Edhe unë jam shumë e lumtur kur ikin dhe ata asnjëherë s'duan të ikin, kjo është gjithmonë një shenjë e mirë, edhe kam shumë dëshirë dhe jam shumë e lumtur në fakt që ata gjithmonë kanë edhe më tepër dëshirë për të ardhur në Shqipëri. Uroj të mbetet gjithmonë kështu. Tani Ivi ka ndaluar te karburanti të marrim një kafe në një gjë të vogël për të ngrënë. Avionin e kemi në 12:30 gati. Të bëjmë edhe këtë rrugë, të shkojmë në shtëpi, kemi gjitha të rrugë pastaj nga mbrapa, gjitha të s'kemi 2 orë. Një 2 orë, por që gjithsesi me fëmijët ndihen si 200, sidomos me fëmijët vegjël. Nëse. Erdhëm dhe jemi të vdekur, të lodhur, tani sapo të Mirëmëngjes nga një tjetër ditë, po që nuk kemi më as në Shqipëri, as rrugëve. Tani kemi ardhur. Erdhëm djene, unë nuk jo mora fare sepse unë sa erdha si e tërbuar, hapa valixhet, si kisha dhe ushqime, kështu gjëra. Edhe u mora pak me fëmijët, se dhe u lodhëm, 7 me 7 kemi qëndruar vetëm rrugëve, fluturimi shkoi okej. Miki ka filluar na lëviz pak si shumë në avion. Jo lëviz, po që do saktesa, andej nuk do të rri më ulur normalisht. Edhe nuk normalisht s'përdor dot as telefonin, kështu gjërash, aktivitetet, luan deri diku, edhe dje është marrë vetëm me këto, hapte dhe mbyllte atë rripin e sigurimit të paktën, plus bëri dhe pis atje te avioni, po s'kisha ç'ai bëje. Edhe merrdi shumë zor nga ata stewardesët sepse e pana atë gjën aty dhe normalisht nuk ju erdhi mirë dhe me shumë të drejtë, po çfarë të bëja unë i shkreti, që Miki donte të luante edhe unë s'kisha si ta gënjeja sepse janë gati 2 orë fluturim. Por që iku e hëngrëm turpi me bukë. E pastrova në fund, por që sa më bëri ai sikleti. Gjithsesi, rruga shkoi shumë mirë, kur u nis, o zoti u nis, edhe kur ul, o zoti ul. Po që hajt mo, t'ju them të vërtetën unë nuk i dua më fare këto avionet. Kam shumë tmerr, sidomos të kohët e fundit më kap direkt tmerri aty, më rrin duart vetëm ftohta, ankthi 1000, nuk e di, po që hajt mo. Edhe plus, para se të niseshim, më dilin ca video në Instagram, zoti ma thash, nëna ime. Nejse. Unë tani po iki te Edeka të bëj blerje, sepse normalisht ne nuk kemi asnjë gjë në shtëpi. Kemi vetëm gjëra bazike që jetojnë gjatë, të tipit makarona oriz, por që na duhen shumë ushqime sepse as mëngjesi nuk kemi ngrënë ende, me thënë të drejtën, se ca hangëm ca dolliçe kështu konfleksa me qumësh që syn as te ushqimet. Edhe tani do shkoj të maraton për një 4-5 ditë ushqime. Ne u rehatuam dje, normalisht s'ka si shtëpia jote, si vendi yt,
nuk mora, nuk xhirova dhe shumë atje te shtëpia se këto momentet e ikjes sa vinë dhe bëhen më të vështira, duket gjithmonë sikur do bëhen dhe më të thjeshta, por gjithmonë sa herë takosh me njerëzit sikur bëhet edhe më e vështirë, ndarja. Por që ç'a do bëjmë? Këtë fat kemi zgjedhur, kështu e kemi ndërtuar jetën, edhe do qajmë, do pushojmë pastaj. Edhe kështu, thash udhëtimi shkoi deri diku mirë, ne u kënaqëm shumë në Shqipëri, kemi ikëm me përshtypjet më të mira, domethënë, edhe kështu. Ika tani se u bë si vap, këtu koha sot është perfekt, në kishte të them, do i nxjerrim fëmijët pak më vonë. Edhe shihemi më vonë kur të kthehem nga Edeka. Wow, me zi e gjeta një karrocë aq full që nga sot as vend e parkimi s'kishte. Kur ke gjithë ato ditë pa qenë në shtëpi. Sa e mbarova pazarin të gjithë. E gjithë shuma ishte 202 euro, sepse si shtash shtëpia ishte bosh, por u mundova të merrja gjëra sa më të shëndetshme, sa më të mira do t'ja u tregoj dhe në shtëpi të gjitha dhe kushtohen pak më tepër se normalisht unë marr këto gjërat me vazë dhe me vazë ato janë më të shtrenjta si këto gjërat me kavanoz alumini apo kanaçe, si quhen ato. Kështu, sepse ju kam thënë deri në fundi që kam vendosur mos të kem fare të tilla në shtëpi, as për të ngrënë, domethënë, jo për të përdorur, po as kur marrim ushqime, as si përmbajtës ose kontenitor apo mbajtës ushqimesh. Kështu. Tani po ikin në shtëpi, do t'ja tregoj atje se çfarë mora. Edeka sot ishte full, nuk kishte vend për parkim, nuk kishte karroca. Tek kasa mund të ishin rradha, nuk e di, por unë gjithmonë paguaj me këtë gjën, domethënë përdor atë, po, jo më s'është e pisit. Përdor këtë gjën, atë mjetin kështu. Edhe nuk më duhej të prisja në rradh, dhe është një zgjidhje shumë e mirë ajo, por që ishte rradha nuk di, domethënë ishte shumë keq. Normalisht në ditët e festave me shumë të drejtë, kurse në rastin tonë se nuk ishim gjë në frigorifer. Tregoj me vrap se ç'a mora, këto ishin të gjitha gjërat që mora, po siç u thash mora tamam që të kishim. Qumësht, kos, këto që i shihni, mjedrat e zeza, apo si quhen këto. Mora kocka kur bëj fasule, kocka me mish. Këtu poshtë kemi bizele, qeset e koshit, këto të verdha, domethënë. Qep me ngjyrat se këto i kam shumë qef, një shaqi i vogël, domethënë bostan i vogël, këtu i shihni dhe vetë se çfarë janë. Mora këtë gingerin e vogël këtu, kjo shampo që është për Ivin, nga Sebamed, kjo shumë e lezetshme. Kemi këtu panxhar shishe, banane, boronica, këtë kam marrë për shishe bab, salat, pastaj të vetmet snack që mora për ne, janë këto patatinat kështu të misri, që unë i kam shumë, po shumë qef nga natura, ju kam treguar 1.000.000 herë, edhe këto vetëm këto mora kështu budalliqe, asnjë lloj gjëje tjetër. Këtë shampon e mora për fëmijët se kanë shumë qef, pastaj një salcë, emrin e të cilit s'po e them fare, presh, këtu poshtë kemi dardha, domate, kungull, speca, arra, aty poshtë avokado, këtu poshtë kësaj ka mish të grirë, dhe më pas këtu kemi miell për pica që mu hap mua, riz qumshti që i bëj fëmijëve supë, nga këto spaghetti që janë shumë të mira, dhe edhe këto të tjerat këtu. Kam lexuar që sa më kështu të jenë, keni parasysh jo të verdha, por të jenë kështu siç duken këto, si me plur, nuk e di si quhen, nejse, aq më të mira janë, kështu që unë marr gjithmonë këto të alnaturës, janë super fari, keni shumë të mira. Sheg, karrota nga këto bio, mora lule shtrydhe goxha sepse ti bëj pak marmelat fëmijëve dhe ti han. Pastaj mora këtë djathtin për pica, që ti bëj fëmijëve pica, këto kastravecat kështu për mua që i kam shumë qejf. Edhe si që kam thënë në vazo qelqi gjithmonë. Këto ja u tregova, këtu kemi vezë, këtu mbrapa, mora këtë, që është shumë e mirë dhe kjo. Këto janë pak të kushtueshme, po janë shumë mira. Pse mora këtë shampoo për veten time, nuk e di rastësisht kot, mu kujtua kam pas përdorur dikur. Pana për gatim, pre molle, kjo është shumë e mirë, siç u thash, lule shtrydhe me shumicë sepse do të bëj dhe marmelat për fëmijët. Nga ky rushi tatën dhe kemi një baget. Këto kritarakit që ja bëj fëmijëve kështu të pjekura në tavë, spinaq për fëmijët për në mëngjes me vezë ose kur ja hedh gjellës. Këtu kemi mish
të ndryshme, mishra të ndryshme. Këtu mora portokalle, kiwi këtu poshtë, ky është prosciutto pule se hapa që tani fëmijët pak tani në dorë. Tërshër nga kjo dinkel që shumë e mirë dhe kjo kos të e marrë për të gatuar, ndërsa atë tjetrin, ku vajte i tjetri, nuk e di nisi, unë drejtim patitur atë e marrë për të ngrënë. Përsëri fileto pule i shih për fëmijëve, nga këto kastravecat kështu që janë si snack, marr 2 sikton dhe 1 spec gjithmonë. Edhe këtë majsin, misrin, e zjerë unë e marrë gjithmonë në këto të qelqit, se ju thashë nuk i përdor ma ato kontenitorat kështu. Marrë këtë qumshin lanë libe për të pirë fëmijët se e kanë qef, letër duarsh, vez, nga këto që i merr me kokra, 35 cent një kokër, diçka e tillë. Mish përsëri këtu, çfarë kemi këtej? Kemi patate, i mora dhe këtë se qënë se donte Oktevia se i kisha Oktevin me vete. Kjo është një seshte, djath, misër që ja u përgatis fëmijëve. Edhe ujë pastaj, ujë dhe ca gjërat e tjera bazike që nuk ndodhen më këtu mes nesh. Unë tani isha duke të gjiruar disa video në Instagram, për Instagram, edhe tani erdhi momenti që të ikim për aplikimin e këtyre personal outfitsit dhe të pasaportës gjermane, sepse ne kishim, morëm këtë Einbürgerungsurkunden, do më thënë, certifikatën e naturalizimit dhe me anë të kësaj tani të shkojmë që të bëjmë aplikimin për pasaportën gjermane dhe ajo vonohet normalisht si që vonohet në çdo shtet të botës 4 deri në 6 javë, po besoj deri në 4 javë ka dalë, ndërsa personal ausweisi sa vonon kjo jetë? 2 deri në 4 javë, po kështu i tha, 2 deri në 4 javë. Kështu që po ikim tani fëmijëve do t'i bëjmë vetëm pasaportën fillimisht, personal ausweisin më vonë, se nuk është ndonjë kusht i domosdoshëm që ta kemi patjetër. Edhe kështu, sepse kur erdhëm kësaj radhe ne që kaluam tek pasaportat, ne ndonjëherë kalojmë tek këto pasaportat europiane, se ato nuk e kanë problem fare, aty futen gjithë, edhe ata që s'kan, se më mirë është ashtu sepse paksohet radha, por që është hera e fundit që kalojmë tek këto pasaportat normale. Sikur kush e di ç'a ndodhi, po që beshaka, por që po, është hera e fundit që kalojmë tek këto pasaportat normale, se dhe kësaj radhe aty e kaluam normalisht, se nuk e kishim ende ato pasaportat gjermane, kishim vetëm atë certifikatën e naturalizimit që u tregova unë. Kështu, ikëm tani, edhe ndoshta ju marr me vete më vonë, ndoshta jo, se te bashkia do vemi. Te bashkia do vemi ne? Te bashkia, po. Ikim. Jeni ju këtej. Ju. Kuk.